Ecja në vdekjen e paralajmëruar. Arbenita nuk ishte arritur ta shitë kurrë më trupin e të motrës që kur i ndanë serbët nga kolona që ishte drejtuar për në stacionin e trenit. Ajo për ditë me radhë nuk ishte mundur ta besonte se motra e saj 16 vjeçare ka vdekur pas torturave që ajo kishte përjetuar nga serbët. Arbenita rinte ulur çdo ditë me orë të tëra tek dera e shtëpisë dhe priste. Priste t'i kthehej e motra. Gjatë kishin pritur hetuesit e tribunalit të Hagës që ajo të fillonte rrëfimin e saj, për atë që i kishte ndodhur asaj dhe së motrës më të re. Kur na ndanë policët e ushtarët serb, me ne kishte edhe 10 femra të tjera dhe as që më shkoi mendja se ata mund të na dhunonin të gjithave. Me vete kisha pak para me të cilat shpresoja të shpëtoja vdekjes. Kur na futën në një shtëpi të bukur në lagjin e Arbërisë, mendova se vetëm do të na plaçkisin edhe do na lirojnë. Kur po binte nata në dhomën ku ishim ne 5 femra, erdhën pa prit mas 10 policë. Na urdhëruan që të zhvishemi. Motra ime provoi të kërcej nga dritare, por policët e kapën dhe filluan të rrahin. I moshonin aq shumë sa mundnin në gjoks, barkut edhe organeve gjinitale. Kur ajo mbeti është trirë në tokë, njëri me sik ja hoqi të gjitha rrobat. Ajo tani më nuk ishte as zë të kliste. Ne shihni me ankth si ajo gërishte tokën me gishtrinjt dhe kur provonte t'i mëshonte ndonjërit prej tyre, polici tjetri mëshonte me kondak në kokë. Kur ajo e humbi vetdijen, unë arrita të iku nga duart policit që më mbante mua dhe të tjerave në dhomë dhe na detyronin ta shikonim. Ajo nuk jepte shenja jete dhe kur i hodha pak ujë, u përpoq të thoshte diçka. Unë po i qaja dhe polici që më mbante mua afrua dhe më detyroi me majt të thikës të shtrihem. Kur e pash se dhe mua do të më çnderoj, shpejt e mora një vazo që ishte pranë meje dhe i rash në kokë. Ajo ngrit shpejt, më lidhi për tavolinë dhe bëri atë që deshi. Nuk ka diçka më të rëndë që mund të ndodhë në jetë, diçka më të turpshme dhe më fatale. Isha dhe mbeta e vdekur edhe pse vazhdoi të jetoj. Kur desha të ik, kur të njëjtën gjë po ja bënin edhe njerëz në dhomë, filluan të më heqin thonjt me dana. Ishe duart e mia? Ndoshta mbeson. Po shpirti im nuk mund të shifet edhe askush në botë, kur nuk mund të besoj se si ndihet ai. O Zot, sa dhembje mbart me vete ky shpirti im molisur, o Zot. Përfundoi rrëfimin e saj Arbenita. Nga ajo kur më nuk e pash motrën time. Shumë ditë më mbajtën aty dhe as vetë nuk di të tregoj se sa herë më dhunuan, e sa vajza pash tek vdisni në duart e gjelatëve ushtare policë. Nuk më kujtohet se kush na nxori nga aty. E di se pas luftës frigohesha të kthehesha në shtëpi. Ende nuk mund ta besoj se lufta ka mbaruar.